Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Më në fund, një zgjidhje e thjeshtë si të ndaloni urinimin gjatë natës. Receta: keni probleme me urinën gjatë natës, provoni këto këshilla të urologut për të bërë një gjumë më të mirë. Urinimi natën është një fenomen normal, por frustrues që shfaqet më së shumti te meshkujt e moshuar, por mund të tregojë edhe probleme serioze shëndetësore. Më shpesh, shkaku kryesor konsiderohet të jetë prostata, e cila me kalimin e moshës mund të rritet edhe më shumë tek meshkujt dhe të ngrihen të paktën një herë në natë për të shkuar në tualet për shkak të saj. Një urolog amerikan ka dhënë disa këshilla se si meshkujt mund të ndalojnë vetë nga zgjimi në mes të natës për të shkuar në tualet. Miliona meshkuj në botë prishin gjumin të paktën një herë në natë për të patur edhe një shkuarje në tualet, duke vuajtur nga një gjendje që mjekët e quajnë nokturia. Doktor Edward Ted Schweffer nga Universiteti Northwestern në Chicago të Illinoisit ka thënë se ky shqetësim zgjat natën dhe shkaktohet nga zgjimi i zakonshëm i prostatës që ushtron presion mbi fshikëzën e urinës. Por për të evituar këtë problem, ai ka thënë disa zgjidhje të thjeshta të cilat do ju vinë në ndihmë për të evituar edhe shkuarjen gjatë natës në tualet. Si fillim, mos pini ujë përpara se të shkoni në shtrat. Urologu thekson se duhet të keni kujdes me sasinë e ujit që pini pak përpara gjumit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit që vuajnë nga nokturia. Nëse arritni marrjen e lëngjeve, do të keni rritje të urinës. Mos pini 2 gota ujë menjëherë përpara gjumit, këshillon ai për Daily Mail. Mos pini alkool përpara se të shkoni në shtrat. Ata që pinë mundet të jetë po aq e rëndësishme sa edhe pirja e ujit që t'ju bëjë që të shkoni në tualet gjatë natës. Pas disa pijeve do ta keni vënë re edhe veti të diuretike që do të thotë se trupi do ta bëjë të prodhojë më shumë lëngje 2 deri në 4 orë më vonë pas pirjes. Schweffer thotë se kafeina është gjithashtu një diuretik natyral që do ju bëjë të prodhoni më shumë lëngje me kalimin e moshës. Ai tha madje se u kërkon pacientëve të tij të shkruajnë se çfarë pinë dhe sa urinojnë më pas. Mbathni çorape të larta deri në gjuhë. Doktor Schweffer rekomandon gjithashtu që burrat me ndonjë shenjë të këmbëve të hintura duhet të veshin çorapa deri në gjuhë gjatë gjumit. Mbajtja e lëngjeve është gjithashtu një nga arsyet pse shumë njerëz duhet të urinojnë gjatë natës. Pse meshkujt me kalimin e moshës mund të kenë gjithashtu edhe probleme me fshikëzën. Pothuajse të gjithë meshkujt në një moment të jetës së tyre do të preken nga problemet urinare, on doktor Schweffer. Kjo lidhje me arkitekturën e trupit mashkullor në lidhje me traktin urinar dhe ndryshime në organizëm që ndodhin në moshën e meshkujve. Uretra ose tubi që nxjerr urinën jashtë trupit kalon drejt për drejt në mes të prostatës, por prostata, e cila është përgjegjëse për krijimin e një pjese, zmadhohet gradualisht tek meshkuj ndërsa plaket. Mjekët nuk janë të sigurt pse ndodh kjo, por thonë se mund të lidhet edhe me luhatje në nivelin e hormoneve. Më pas, prostata e rritur ushtron presion mbi tubin e uretrës, duke detyruar fshikëzën të punojë më shpejt për të shtyrë urinën jashtë nga trupi. Kjo nga ana tjetër zvogëlon aftësinë e saj për të urinuar dhe rrit rrezikun e urinimit të tepërt. Me kalimin e kohës, burrat e moshuar gjithashtu kanë nivele më të ulta të hormonit ADH. Pra është e rëndësishme që të tregoheni të kujdesshëm edhe me ushqimet të cilat i konsumoni. Asgjë nuk është më e bezdishme se sa të ngriheni nga shtrati për të urinuar gjatë natës. Fatmirësisht ka disa këshilla se si ta shmangni atë. Të gjithë e kemi provuar atë. Ju po flini bukur në shtratin tuaj të ngrohtë dhe zgjoheni pasi duhet të shkoni në tualet. Është jashtëzakonisht e bezdishme, por ka disa gjëra që shkaktojnë këtë problem dhe mund të provoni disa këshilla të cilat do ju ndihmojnë në tejkalimin e këtyre problemeve. Fshikëza e shtrënguar gjithashtu mund të lidhet edhe me urinimin e tepërt. Normalisht ajo prodhon rreth 1 deri në 2 litra urinë në ditë, por vetëm 24 deri në 25% të kësaj gjatë natës. Ajo e lejon edhe trupin që ta mbajë atë derisa të zgjoheni. Atëherë, nëse ju del gjumi gjatë natës, kjo mund të lidhet edhe me ndryshime të theksuara të fshikëzës. Prandaj, ky rol mund të bëhet edhe më i vështirë.
Nëse keni vërejtur se përjetoni edhe shenja të ndryshme të cilat ju ndikojnë te gjumi, atëherë një prodhim i shtuar i urinës mund të ketë shkaqe të shumta dhe disa mund të jenë edhe të padëshiruara dhe disa mund të jenë më të dëmshme se sa të tjera. Hani ose pini shumë përpara gjumit. Prishja e hormoneve gjithashtu mund të sigurojë zgjimin gjatë natës dhe nevojën për të urinuar. Funksioni i veshkave të dëmtuara gjithashtu mund të lidhet edhe me çrregullime të fshikëzës që mund të çojë edhe deri në urinimin gjatë natës. Formimi i edemës, i njohur si akumulimi i lëngjeve dhe përdorimi i ilaçeve të caktuara për veshkat, mund të nxjisë urinimin e tepërt dhe të shkaktojë gjithashtu zgjimin në mes të natës. Është e rëndësishme të shkoni tek mjeku nëse shikoni se çështja juaj urinare gjatë natës ju prishet vazhdimisht. Nëse vetë her pas here duhet të shkoni në tualet gjatë natës, nuk duhet të shqetësoheni, ama nëse ky bëhet një çrregullim i rregullt, atëherë duhet të paraqiteni tek mjeku për të parë nga afër problemin tuaj, pasi mund të keni çrregullime të hormoneve, probleme me fshikëzën ose prostatën, infeksione të traktit urinar, probleme me veshka dhe çështje të zemrës. Para se të drejtoheni te mjeku, provoni të bëni këto ndryshime në dietën tuaj. Mos pini asgjë të paktën 3 orë përpara se të shkoni për të fjetur. Nëse keni pasur 1,5 litër ujë të pirë gjatë ditës, kjo do të jetë më se e mjaftueshme. Kufizoni konsumin e kafeinës dhe alkoolit gjatë ditës suaj. Nëse vuani nga këmbët e intura gjatë ditës, flini me jastëk poshtë këmbëve për t'i mbajtur ato të ngritura dhe duke përdorur kështu edhe çorape të ngushta. Shikoni çfarë hani dhe çfarë pini para gjumit. Tretja stimulon prodhimin e urinës, prandaj ndjekja e këtyre këshillave është çelësi kryesor edhe për të përmirësuar gjendjen tuaj. Në rastet kur nevoja për të urinuar ju nxjerr gjumin, duhet të drejtohet, pasi nuk është shenjë se duhet të injorohet, madje edhe ngjyra e urinës suaj do të thotë shumë për shëndetin. Rreth 1 në 3 të rritur mbi moshën 30 vjeçare thotë se duhet të ngrihet në mes të natës për të urinuar, dhe kjo rritet në 2 të tretat e të rriturve mbi moshën 65 vjeçare. Gjendja quhet nokturia dhe ata që vuajnë nga kjo, shpesh duhet të përdorin tualetin më shumë se një herë në natë. Nuk është vetëm shqetësimi se duhet të çohesh nga shtrati. Gjumi ndërprerësh i lidhur me një rrezik në rritje të diabetit, sistemeve të dobësuara të imunitetit, sëmundjeve të zemrës, madje edhe probleme të rënda. Ato gjithashtu mund të shkaktohen nga problemet të shëndetit mendor të tilla si ankthi, depresioni dhe psikoza. Profesori i urologjisë Philip van Kerbrugge po i paralajmëron njerëzit se duhet të shikojnë me kujdes shenjat e nokturisë për hir të shëndetit të tyre. Ai citon: "Njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është vetëm pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë kështu. Gjumi i dobët mund të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj, kështu që njerëzit që po ngrihen disa herë gjatë natës duhet të shkojnë tek mjeku i tyre për të parë se çfarë shkakton atë. Lajmi i mirë është se nokturia mund të trajtohet, kështu që ju nuk keni nevojë të vuani në heshtje. Një gjumë i natës i ndërprerë mund të ketë ndikime të gjëra në shëndetin fizik dhe mendor, citoi doktori. Produktiviteti, marrëdhëniet dhe suksesi i karrierës mund të ndikojë. Profesor Kerbrugge, redaktori i Qendrës Kërkimore për Nokturinë, tha se mungesa e gjumit mund të ndikojë në të gjitha format dhe funksionet mendore, duke bërë shumë të vështirë të përqendrohesh, të kujtosh gjëra dhe të marrësh aftësi të reja dhe fakte të reja. Jo vetëm që mungesa e gjumit mund të shkaktojë sëmundje urinare gjatë natës, por mund të jenë gjithashtu shenjë tyre. Nokturia mund të shkaktohet edhe nga një mbiprodhim i urinës që mund të jetë simptom për kushtet më serioze. Urinimi i tepërt i quajtur poliuria është ajo kur shkoni më shumë se 2,5 litra të shkarkuar në tualet. Kjo mund të ndodhë sepse jeni duke pirë sasi të tepërta të lëngjeve ose mund të jetë simptome diçkaje më serioze, siç është diabeti tipi 2. Ajo gjithashtu mund të jetë shenjë infeksioneve të fshikëzës, gurëve të veshkave, problemeve të dëmtimit të veshkave dhe prostatës së zgjeruar tek meshkujt. Nëse vuani nga këto shqetësime, bëni edhe një vizitë tek mjeku përkatës për të evituar çdo dyshim të mundshëm lidhur me shëndetin tuaj, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.